burrat përveç se duke sakrifikuar nga jeta vet. Pavarësisht se burrat mendojnë që janë më të fortë, derisa në shtëpi gruaja u thotë ulu pak këtu edhe të flasim, aty e kuptojnë pasaj dhe e kuptojmë që të gjithë që kush mban botën në këmbë. Edhe në fakt, jo vetëm tek gjitha familjet që duhet i urojmë në çdo ditë nënave dhe motrave dhe grave, për gjithë shka bëjnë dhe sakrifikojnë për të gjithë, por një miku im i cili nuk jam i autorizuar ta them me emër, po kishte tregonte një ndodhi interesante për disa prej burrave që bëjnë të fortë në Mexhelis. Më tha që në një sherr familjar, tha, kur zihej gruaja dhe burri dhe bënin sherr të madh, burri tha u trembaj shumë, tha sa hyri poshtë krevatit. Edhe kjo i thosh dore dilte sqarohemi se ndryshe historia. Ai tha poshtë krevatit ishte, ama që aty poshtë ku ishte, tha, i binde me dorë aty poshtë dhe thoshte, tha, nuk çohem se jam zot shtëpie. Kështu që gëzuar për të gjitha gratë, sepse siç e dini, shpreha është që pas çdo burrit suksesshëm qëndron një grua e fortë, por unë mendoj që ka ardhur koha që gratë jo të jenë pas, po të jenë para, të jenë në fillim, të jenë udhëheqje, sepse edhe në partinë tonë, në Partinë Demokratike, për shkak të vendimarrjeve të gabuara, për herë të parë në kryesinë e vogël të Partisë Demokratike nuk ka asnjë grua, edhe siç po duket dhe siç po shifet, se sa mirë po shkojnë punët, kështu që mirë është që t'i krijojmë hapësirat e duhura për të pasur forcë akoma më të madhe në raport edhe me partinë tonë politike. Ju falenderoj nga zemra që më keni pritur sot, si për herë në Vlorë kam qenë i mirë pritur dhe ju jam thellësisht mirënjohës që në këtë kohë acarje politik përballë një qeverisje që është regjim, gjeni kohën dhe të bashkoheni dhe të kontribuoni për Partinë Demokratike. Vlora është një qytet simbol për historinë shqiptare. Është qyteti i pavarësisë, qyteti i guximit, qyteti ku shqiptarët kanë ditur gjithmonë të ngrihen kur vendi ka pasur nevojë për një drejtim të ri. Sot jemi këtu pikërisht për këtë arsye, sepse Shqipëria ka nevojë për një drejtim të ri dhe këtë po e përtasin më të madhe sallat dhe takimet në çdo cep të Shqipërisë ku kemi qenë. Sepse Shqipëria ka nevojë sot më shumë se sa kurrë për një opozitë të fortë në kushtet kur qeverisja ka degraduar. Shqipëria ka nevojë të sjellë sërish politikën në shtratin e përgjegjësisë dhe të normave. Shqipëria ka nevojë për një politikë që të mos jetë lodhur, të mos jetë vjetëruar, e mbyllur dhe e shkëputur nga qytetarët dhe larg qytetarëve. Dhe le ta themi dhe po e themi hapur, situata në Shqipëri është alarmante. Kemi nevojë për përgjegjësi, ka nevojë për dorëheqje dhe Shqipëria ka nevojë për një fillim të ri ku gjithçka duhet rilegjitimuar. Në qarkun e Vlorës është dhënë një shembull ku drejtuesi politik ka dhënë dorëheqjen që është për t'u përshëndetur, po për shkak se nuk duhet të largohen drejtuesit e tjerë, edhe kjo nuk shihet si një vlerë fatkeqësisht në partinë tonë dhe nuk është vlerësuar ashtu siç duhet. Ne sot kemi të bëjmë me një shtet dhe një politikë që ka degraduar plotësisht në çdo qelizë të tij. Ekonomia është e dobët, çmimet janë rritur, të rinjt po largohen masivisht nga vendi dhe besimi tek politika është në nivelin më të ulët që është parë ndonjëherë. Qeveria është e përfshirë në një seri skandalesh që në çdo vend normal do të kishin sjellë dorëheqje dhe përgjegjësi politike, do ta kishin çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja për të sjellë zgjidhje të reja për Shqipërinë. Emrusi i përbashkët sot i të gjithë qeverisjes fatkeqësisht mund të përmblidhet me një fjalë: skandal. Skandal me tenderat, skandal me korrupsionin, skandal në koncesionet, skandal me kapjen e shtetit, skandal me rrugët, skandal me arsimin, skandal në përballjen me drejtsinë, skandal në mbrojtjen politike që i bëhet drejtuesve të qeverisë përballë drejtësisë. Dhe megjithatë, pavarësisht gjithë këtyre skandaleve, asgjë nuk po ndodh në Shqipëri. Dhe pyetja që duhet i bëjmë vetë sot është një pyetje e thjeshtë që besoj e ka çdo demokrat. Pse nuk ndodh asnjë? Pse pavarësisht degradimit dhe kalvizimit të qeverisjes, pavarësisht konsumimit të jashtëzakonshëm që ka qeveria e Edi Ramës, asnjë
thelbësisht nuk po ndodh, përveç hedhjes fishek zjarrve. Dhe ne, disa prej nesh në Partinë Demokratike po e themi hapur, ne nuk mund të fshihemi pas justifikimeve. Ne nuk mund të fajsojmë vetëm sistemin duke qenë ne një pjesë e rëndësishme e sistemit. Ne nuk mund të fajsojmë vetëm manipulimet. Një qeveri e keqe mund të qëndrojnë pushtet vetëm nëse përballë saj ka një opozit të dobët dhe kjo është premisa në çdo qeverisi edhe aty ku ka autokraci, siç është rasti i Shqipërisë. Dhe kjo është një vërtet që ne e themi me kurajo, që e pranoj me kurajo dhe që shumë të tjerë e thonë në për tavolina, por nuk kanë guximin ta thonë publikisht. Sepse rezultatet e fundit të Partisë Demokratike tregojnë qartësisht që jemi në katastrofa elektorale. Qytetarët kanë një mesazh të qartë. Ne duhet ta dëgjojmë mesazhin e qytetarëve. Qytetarët nuk e besojnë leadershipin e Partisë Demokratike aq sa duhet. Dhe në politikë të nderuar miq, kur qytetarët nuk besojnë aq sa duhet, nuk është faj qytetarëve, nuk fajsohet populli, nuk fajsohen qytetarët, por ndryshojnë politikanët dhe ndryshojnë leadershipi i partive politike. Duke thënë qartësisht, po, është përgjegjësia jonë, përgjegjësia ime për aq sa kam, përgjegjësia e drejtuesve të tjerë të Partisë Demokratike, përgjegjësia e kryetarit të Partisë Demokratike. Sepse Partia Demokratike ka qenë është dhe do të jetë një forcë e madhe politike. Por ne duhet të bëjmë një parti demokratike fituese. Partia që ka përfaqësuar shpresën e shqiptarëve për të shkputur nga e shkuara dhe përfaqëson përsëri me gjithë defektet dhe tmetat e vete shpresën e vetme për ndryshim të qytetarëve shqiptarë ndaj qeverisje të korruptuar kokëkëm. Por duke thënë Rama ik, duke thënë që Rama është korruptuar, duhet themi edhe diçka tjetër. Do ikë dhe do të japim edhe ne një dorë që t'ike, që të gjithë bashkë. Sepse Partia Demokratike nuk po shkon sot dot për te i vetes, nuk po shkon dot drejt njerëzve, nuk ka qartësi, nuk ka strategji, nuk është pjesë e përditshmërisë së njerëzve, ndërkohë që njerëzit kanë problemin, e keni parë këto ditë për shembull. Lufta kërcet në Iran, çmimet kërcejnë në Shqipëri më shumë se sa në vendet e lindjes mesme në mënyrë të menjëhershme, a thua se është një lidhje e drejtë për drejtë. Dhe Partia Demokratike duhet flasë për ato që shqetësojnë sot shqiptarët, për ekonominë, për çmimet e rritura, për mungesën e mundësive, për padrejtësitë, për mungesën e arsimit cilësor, të shëndetësisë pa paguar, për të gjithë elementet që qytetarët i ndjejnë përditshëm. Partia Demokratike sot përballet me një krizë të thellë politike dhe organizative pikërisht për shkak se nuk do të dëgjojë. Edhe kjo reflektohet në rezultatet e dobta elektorale, në humbjen e besimit të një pjese të rëndësishme të shoqërisë shqiptare. Në shumë raste është perceptuar si e shkputur nga terreni dhe nga shqetësimet reale të qytetarëve. E mbyllur ndaj energjive të reja dhe mbërthyer në një gjuhë politike të vjetruar, që përsërit të njëjtat premtime pa prodhuar asnjë vizion të ri. Për të rikthyer rolin e saj si alternativë qeverisë. Dhe Partia Demokratike duhet të jetë një parti e hapur, një parti meritokratike dhe e pranishme çdo ditë mes njerëzve, një parti që nxit konkurrencën e ideve, që përfshin brezat e rinj dhe që ndërton një projekt modern për zhvillimin e vendit. Vetëm një opozitë e tillë, e fortë në vlera dhe e gjallë në terren, mund të rikthejë besimin e qytetarëve dhe të krijojë shpresën reale për ndryshim në Shqipëri.